Aruba, jo ishte ministri, jo ish ministri, jo zvës ministri, jo deputeti e kështu me radhë. Njerëz, nuk kam ndodhur asgjë në Aruba. Thjesht është një takim mes mish ku kanë ngrënë, kanë pirë, kanë bërë dhe pushime. Ka ndodhur në janar, ka qenë muaj janar kur janë takuar. Po diskutoja dje me Artur Sheun, dhe po qeshni me lot sepse është një histori e sajuar, sikur ati është bërë nami, është bërë biznes, është bërë një teori konspiracioni e bla bla bla. Nuk ka patur njerëz asgjë në Aruba. Thjesht, thash, janë takuar sa miq kanë shkuar nga Shqipëria, me Artur Sheun, normale, kanë bërë pushime, një javë, kanë ngrënë kampir dhe secili ka shkuar në punë e vet. Kaq është Aruba. Mos u merrni me thashë theme mediatike as Altin Dumanit dhe as një prokurori tjetër, të cilët duan patjetër të justifikojnë akuzat idiote që kanë ngritur, që s'kan asnjë bazë dhe janë akuzat pa themelta. Prandaj u sqaroj unë Arubon, pse bini gjatë. Në çdo studio do sqaroj unë, sepse Arturi mi ka shpjeguar të gjitha, Sheu flasim, çfarë ka ndodhur në Aruba dhe çfarë nuk ka ndodhur. Kështu që është idiotlëku madh, po ju vazhdoni i nxirrni fundin, mos harroni, ju kujtoj unë, vazhdoni me Arubën i nxirrni fundin. Dakor? Hajde miru pafshim, mua këtu më keni, do filloj, mbarova me atë çështjen e presidentit, ai do filloj me çështjen e Kushnerit. Dakor? Hajde miru pafshim.